Përgjatë viteve të fundit, korpusi prej 805 gjyqtarësh, prokurorësh dhe ndihmësish ligjor të vendit ka kaluar nëpër filtrat e vettingut, që është një proces kyç i reformës në drejtësi, që mbylli së parin me vendimet e fundit të kolegjit posaçëm të apelimit më 5 mars. Po çfarë çaloi në procesin e vettingut që ju jeni jashtë sistemit? Problemi unë nuk do ta marrim në përgjithësi çfarë ka ndodhur në sistemin e qëllimet e reformës nuk janë arritur nëpërmjet sistemit të vettingut. Përkundrazi, është shtuar korrupsioni, janë zgjata fatet e gjyqeve që duhet mbaronin kohë, ka humbur aksesin në drejtësi, nuk njihen më vendimet e Strasburgut. Pra, reformat në drejtësi në farë mënyre ka shkatruar sistemin e drejtësisë. Po të kemi parasysh në raportin e Departamentit Amerikan Shtetit, rezulton nga viti 2016 që ka filluar reforma në drejtësi, dhe sot është rritur korrupsioni. Po kemi parasysh dhe deklarimin e Altin Dumarit, drejtuesit Sfako, që kemi një lidhje korrupsionit nga administratën publike, tregon për dëshimin e reformës së drejtësisë. Qëllimi i reformës së drejtësisë nuk ka qenë shkarkimi i magjistratëve ose largimi i tyre. Qëllimet e reformës së drejtësisë ka qenë tre tjetër, por rrugës për shkaqe personale u ndryshuan, kaluan gjyqësinë. Po kemi me plot gojë që ka gjyqësinë. Kryetari i gjykatës lartë ka thënë procedurës, ka pasur standarde dyfishme, ka pasur që i shkruaj bindja e qytetarëve që për të njëjtat shkelje të pretenduara njëri ka kaluar tjetri ka ikur në shtëpi. Çka tregon për mos funksionimin si duhet të vettingut. Por nuk shqetëson kjo. Për mua më shqetëson fakti që janë investuar miliona e miliona dollar dhe është shkatruar sistemi i drejtësisë. Dikush duhet marrë përgjegjësi për këtë. Pra, shkatrimin e sistemit të drejtësisë. Shumë magjistratë janë shkarkuar sepse nuk kanë justifikuar disa 10 mijëra euro pasuri. Jeni në Shqipëri ku ekonomia informale është e lartë, a ishte ky një standard realist për gjykuar financat personale? Mendoj që nuk është për 10 mijëra euro, por magjistratët janë shkarkuar për suma qesharake. Pra një antari ONM me 30.000 euro në muaj. 30.000 euro në muaj. Dhe magjistratët shqiptar janë shkarkuar për gjysmë rrogën të antarit ONM. 15.000 dollar, 10.000 dollar gjëra të saj natyre. Prandaj theksoj që shkarkimet janë bërë të palishme dhe në kundërshtim me rregullat dhe nuk janë 10 mijëra euro. Pra këtu është mashtrimi që duhet. Pra janë për shuma qesharake, bides po ju informoj ju si mjetësini, kemi komunikuar dhe herë tjetër, janë zhdukur vendimet e subjekteve të rivlerësimit nga faqja e KPK-s. Te janë zhdukur për të humbur transparencën, aty të kuptohet se çka ka ndodhur në mënyrë të vërtetë. Magjistratët janë shkarkuar për 5.000 milion lekë vjetër, për 5.000 euro, që nuk i justifikon, ndërkohë që ligji ka qenë i qartë. Nuk justifikohet më shumë se gjysma, mund shkarkohet në rast se ti të ardhët e tyre duhet jetë më shumë sa dy fishti i të ardhura. Pra do të ketë 2 lekë të ardhura, ti justifikon deri 4 lekë, sa dy fishti të ardhura, sepse ka qenë ekonomi informale. Disa gjëra nuk provoheshin. Në vitin 1997 që s'ka pas shtet. Prandaj këto janë bërë qëllimisht gjyqëtisë rigas, ndërkohë theksoj qëllimi i reformës së drejtësisë nuk ka qenë ky. Këta e ktyn gjyqëtisë rigas, e ktyn në pastrim zone për të favorizuar njerëz të vet. Qëllimi i reformës së drejtësisë ka qenë lufta ndaj korrupsionit. Korrupsioni ka dështuar. Ka qenë aksesi në drejtësi, aksesi në drejtësi ka rënë. Afati arsyeshëm i mbarimit të dosjeve. Ishin 16 dosje në 2016, ishin shumë, thanë shkencëtarët e reformës së drejtësisë ose ata, akuzët e reformës së drejtësisë. Sot kemi arritur 200 dosje sot. Prandaj them që reforma e drejtësisë ka sjellë shkatrimin e sistemit të drejtësisë dhe qëllimisht është devijuar. Pra, e çon të shkarkimet, s'ka lidhje me shkarkimin. Në asnjë nga fikat e reformës së drejtësisë nuk ka qenë shkarkim. Por ka qenë qëllimet kryesore, siç e thash më parë, ka qenë akses në drejtësi, qytetarët të mbarojnë çështjet brenda një afati të arsyeshëm,
pra 2 vjet ishte shumë, pra 3 vjet që ishin me drejtsinë e vjetër. Por sot konstatoj që është shkruar. Pra kjo afat 2 vjeçar nuk paron do 2 vjet, s'paron do të shkallë parë. 2 vjet po shkojnë mesatare 20 vjet deri në gjykatë kushtetuese. Kjo është për të vënë alarmin dhe për të parë dhe ju si media ju sugjeroj se unë jam pjesë e shoqatës të drejtësive media, siç e keni ose dhe një nga pikat që ka marrë përsipër unë dhe një kolegë tjetër për të verifikuar sa para janë investuar dhe ku ka shkuar paratë e reformës së drejtësisë të investuar nga donatorët e huaj. Sepse janë shpërndaruar shumë para, ndërkohë nga ana tjetër nuk kemi as edhe një lloj investimi, as i godin 3, gjithë godinat janë vjetra, magjistratët janë punë me kushte mizerable. Juftoj dhe ju si media të vini te prokuroria e shkallës parë Tiranë, të shkoni te gjykata e apelit, të shikoni se si jetojnë, se si punojnë dhe ku rrin gjyqtarët e apelit, të shkoni në çdo vend dhe të shikoni. Pra se sot nuk është bërë asnjë investim. Para nuk dihet ku ka shkuar. Pra mund të them me pastërti dhe me drejtësi që paratë e reformës drejtësisë që janë investuar nuk kemi një incenerator ty. Pra s'është bërë asnjë lloj investimi. Nuk dihet se ku ka shkuar. Ka shkuar për shpërbime personale a e tjerë, do është pjesë e shoqatës që po merret me verifikimin e saj. A ishte vettingu një proces real kundër korrupsionit financiar apo ishte një proces që penalizoi më shumë gabime kontabël dhe dokumente të munguara? Siç e thash më parë, vettingu ka qenë qyteti shtrigash. Për të njëjtat shkaqe, disa persona kanë shkuar në shtëpi, disa tjerë kanë kaluar, por nuk i lyj asaj. Dhe ata që kanë kaluar kanë fatin e vet, nuk ka problem. Tabelat financiare, po ju them edhe një herë, e theksoj. Pse janë shtuar vendimet e KPK-s nga faqja? Dini ju? Ky lajm duhet vënë alarmi. I kanë shtuar sepse ja dalin standardet dyfishe me pretendimin se nuk e mbajnë kush faqen. Çfarë mund bëjnë nga faqja? Ato janë hedhur sistem të ri. Çfarë problemi ka? Janë bërë standarde dyfishe, janë bërë raporte fiktive, janë bërë falsifikime të ndryshme, ke për raporti ekonomik dhe raporti juridik janë ngrisur disa herë. Po të verifikohet serveri i KPK-s dhe i KPA-s, dalin raporte ndryshe. Pra ata kanë zgjedhur me menu. Pra nuk janë nisur nga shkaqet objektive, por janë nisur subjektivisht për emra të caktuar për të pastruar. Pra shkrim qyteti shtrigat. Pra e kanë kthyer këta persona kanë kthyer vettingun qyteti shtrigat. Ndërkohë që qëllimi i vettingut ka qenë krejt tjetër. Madje edhe disa nga personat e pedagogë që janë marrë, nuk përmenin Max Haxhi, Artan Koxha, që janë marrë me turezat e reformës së tij, ato s'ka qenë ky vettingu. Vettingun e kanë deformuar këta persona, e kanë kthyer qyteti shtrigash dhe sot këta persona që e kanë shkatruar antarët e KPA-s kërkojnë të bëhen gjyqtar apeli. Nga një informacion që më vjen tani, 2 gjyqtarë KPA-s, tani që flasin, kanë shkuar në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe pushtojnë ndikim paligjshëm ndaj antarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor që t'i bëjë ata gjyqtar apeli. Po që nuk e meritojnë të jenë gjyqtar apeli, sepse një gjyqtartiu nuk e lejon ligji. Pra mund të kemi një natë shkundjellë për ligjërisht, ata nuk meritojnë, nuk jenë gjyqtar apeli, sepse kanë statusin e antarit të gjykatës kushtetuese. Dhe statusi i antarit të gjykatës kushtetuese i përjashton kategorikisht ta persona që janë gjyqtar apeli. Dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk ka kompetencë që të emërojë. Më dëgjon? Po. A ishte vettingu një proces real kundër korrupsionit financiar apo mendoni në retrospektiv se problemi ishte korrupsioni i magjistratëve apo fakti që sistemi ekonomik shqiptar për vite me radhë funksionoi pa transparencë financiare? Mendimi im personal është vettingu ka qenë një propagandë, një mashtrim. Pse? Niste analiza. Korrupsioni të shtuar. Shqiptarët s'kanë më drejtësi. Gjyqet zgjasin nga 20 vjet dhe gjatë kohës që vendi ka qenë pa gjykata dhe pa prokurori, krimi ka lulëzuar. Dhe SPAK-u
pjesa më e madhe e prokurorëve të SPAK-ut kanë qenë prokurorët e krimeve të rënda. Pra s'ka asnjë gjë të re, me një ndryshim vogël mund të ishte ndryshuar. Vetimu s'ka bo asnjë gjë, përkundazi ka shkatruar sistemin e vecis të duhet ta pranoj. Nuk është qëllimi, nuk ka qenë shkarkimi ose mbajtja në punë e njërit apo tjetrit. Ka qenë që qytetarëve shqiptarë t'i ofrohet drejtësi në një afat të arsyeshëm. Ky afat ka dështuar atë ka dështuar. Madje qëllimi i vetimit ka qenë SPAK. Një nga pikat e cilës ndaj korrupsionit, e cila ka dështuar. Pse? Sepse korrupsioni është rritur. Atëherë, ne pse në 30 kishim marrë masa analuse të tjera, mos alim 30 korrupsionit të tij dhe ngjarjet e që janë sot nga SPAK-u. Ngjarjet e inceneratorëve për shkak. Mbrapa pas 2016. Ke ngjarjet shumë tendra që janë ngritur akuzë. Do të ishim marrë masa që kishte pa ndaluar, çu nuk bo. Jo neve bëjmë një vetim, investojmë para, bëjmë korrupsion dhe kapim mbrapa. Kjo duket si me regji. Pas ka bo faki kuptime edhe për sa i përket komunitetit ndërkombëtar dhe raporteve. Rezulton që Shqipëria ka bërë hapa pas në rrugën ndaj korrupsionit të krimit të organizuar. Madje flitet në mediat ndërkombëtare që krimi organizuar ka depërtuar politikë që s'ka qenë më parë. Kjo tregon dështim total. Pra kemi dështim total. Atëherë, nëse sot do të rikthehej procesi, a mendoni se do të arrini të justifikoni më mirë pasurinë tuaj apo problemi ishte mënyra si u interpretuan të ardhurat dhe a ndikoi presioni financiar mbi familjen tuaj gjatë procesit duke pasur parasysh që disa magjistratë shpenzuan mijëra euro për avokatë dhe shpenzime të tjera? Nuk po pyesi për procesin tim dhe tim unë jam transparent. Pavarësisht se KPK e ka tugur vendimin tim nga sistemi, unë po ju informoj që unë jam shkarkuar pse ka marrë një shtëpi me kredi. Okej? Unë kam marrë një shtëpi me kredi dhe në mënyrë të përmbledhur ka marrë shtëpi ti të shkuar thonë ke pasur shumë parë se sa ti sot paras programet e vetimit, por pse ke marrë shtëpi me kredi dhe kjo është okay. Ndërkohë, ke antarë me 3 shtëpi me shtëpi lartë e kanë justifikuar. E dyta, do kanë quajtur shtëpinë dhe kanë kërkuar për jashtimin e modës së Belinda Pallugut, paketa Pallugut, dhe ajo nuk të thotë kriterit për të. Ajo ka qenë një zënse e petit, ka qenë një ngelçe në klasë, dhe unë nuk pranoj të simin bëhet nga moda Belinda Pallugut. Dhe kam kërkesë të shkritë, dhe kjo mos qytë shkelje. Pra pse kam kërkuar dhe përjashtimin e bakona së shqiptarit, për shkak se ajo ka konkurruar shkollë magjistraturës, unë jam magjistrat, ka marrë 479 pikë kur jam ku kam fituar shkollën. Kurse Valbona Sanxhatari ka konkurruar dhe ka marrë 85 pikë. Pra, sa i di, shumë herë më poshtë me. Nuk pranoj të bëjnë vetimin disa persona që nuk plotësojnë kriterit. Dhe kjo më shumë shkelje. Edhe në apel kam kërkuar përjashtimin e një antari të apelit se është spion, i ka dalë shtyra tek bashkëpunëtorët e shërbimit sekret me hagrat iranian. Nuk e prova, po nuk mund shkoj të shikë, kush pranon të shikë. Asaj i ka dalë shtyra, emri Lanës, emri Pavës, Kojë Republikës të tjerë, se janë hagrat iranian. Këto sonë që mund i qytë shkelje. Ndërkohë nuk jam pishman që kam kërkuar, unë si prokuror vi 20 vjet, nuk mund të pranoj të gjykohem nga spion. Ka një debat që Vetingu ka krijuar një boshllëk në sistemin e drejtësisë duke larguar qindra prokurorë dhe gjyqtar. Mendoni se kosto ekonomike dhe institucionale ishte më e madhe se përfitimi? Vetingu nuk ka qenë shkarkimi i personave. Vetingu ka pas si qëllim, ka pas tjera kriterë. U kthye madje SPAK-u duhet nisi hetim për standardet e fishe, për shtukjen e tabelave financiare, se janë shtukur shumë tabela financiare. Kemi nga ana politike nuk po përmend emra konkret se duhet të sigurtu, por ka dokumenta pra për shumë po marrë një rast. Vetingu nuk ka pranuar deklaratën notariale të uave Borxhi. Pra nuk i pranon, nuk i njeh pas deklaratën notariale të Borxhi ligji civile njeh. Nga ana tjetër, personat caktuar vetëm me një llap Borxhi ka thonë se ja kanë marrë parasysh. Pra janë standardet aty janë të ndryshme. Dhe nuk kanë plotësuar standardet që kanë qenë aty.
Dhe duke I parë në tërësi gjithë rrethanat theksoj para herë për forcën e shtypjes. Është një sport e vjetër persiane. Dihet s'ka thonë duke vrarë tigra. Tigra I vrarë gjithë në tërësi. I ke vrarë ke krijuar këtë endem madh. Sepse magjistratët aty kanë qenë. Ku është i KPDI-ja? Pra I bin me këtë që ke thotë futës burg dhe shkëlqim ganit. Se ata kanë pas kontroll nga shkëlqim ganit. Ku ishte çim ganit? Sepse mirë ka I kanë bërë shkelje. Po shteti ku ishte? Pra këtu kemi të bëjmë me një mashtrim. Aty ne bëjmë me një mashtrim. Shteti ka qenë aty me qëllim për të justifikuar paratë marra nga Bashkimi Evropian dhe nga taksa e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në rezulton janë shkondëruar me miliona dollar nga taksa e BE-s dhe nga taksa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në keq ta them, me paratë aleatëve tanë është katruar sistemi drejtësisë. Nëse sot do të drejtohesh një prokurori të ri që sapo ka hyrë në sistem, çfarë t'i thonin për mënyrën si duhet menaxhoj financat personale që të mos përballet me fatin tuaj apo të tjerëve? Absolutisht nuk është punë fatit, vazhdoj të bëj detyrë, të vazhdoj të respektoj ligjin, gjuetisht ligash do ka njerëzit e këqij do gjejnë vegje. Por jenë drejt në detyrë. Jo sot të gjithë atyre personave ja them sy se ja kam kërkuar me shkrim. Kemi parasysh unë ja kam kërkuar me shkrim. Dhe çdo gjë e kam me shkrim se kam me fjalë. Që më shkarkuan dhe them brava. Unë e theksoj, nuk mund pranoj të shkarkohem nga motra Belinda, të gjykohem nga motra Belinda Pahugut, e cila shkëlqen klas e ka pas mesataren 5, ndërkohë që unë jam e kam pas mesataren 9. Si mund të gjykohem të ka qenë dhe kriteri ligjor. Magjistratë e rinj të qëndrojnë në detyrë të pasatojnë ligjin, që rregull me vetë dhe me Zotin. Njerëz që do ketë që mund të vënë në sikete ose në prova. Se kjo janë prova. Por nuk mund të thyen nga njerëzit e këqij. Thash edhe një dhe për veten time, nuk jam bërë pishman që kam kërkuar përjashtimin e Valbona Sanxhaktari dhe Amila Pahugut.